Vijon bashkëpunimi i ngushtë ndërkombëtar në kuadër të operacionit të koduar Ura, një operacion i përbashkët mes autoriteteve ligjzbatuese shqiptare dhe atyre evropiane. Në fazën më të fundit të këtij operacioni, si rezultat i punës së koordinuar mes FAST Albania, FAST Itali dhe FAST Belgjik, në drejtimin e rrjetit Enfast, u lokalizua dhe u arrestua në Belgjik shtetasi shqiptar Gertini Aliu, 44 vjeç. Ai ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Prokuroria e Barit në Itali për përfshirje në një organizatë kriminale që merret me trafik të lëndëve narkotike. Arrestimi i Aliut u bë i mundur fal shkëmbimit të informacionit dhe bashkëpunimit të ngushtë policor mes njësive të specializuara të FAST, si pjesë e vazhdimit të operacionit Ura. Prokuroria e Barit kishte caktuar për të masën e sigurisë arrest me burg për akuzën trafikimi lëndëve narkotike, kryer në kuadër të një organizate kriminale. Operacioni ndërkombëtar Ura ka përfshirë hetime të gjëra që prej vitit 2016 me përgjime dhe dekriptim të komunikimeve në platformën Sky ECC, ku janë zbuluar transaksionet kesh për blerje droge që kapnin shifrën deri në 5 milion euro. Në total gjatë këtij operacioni të përbashkët mes Prokurorisë Antimafia së Barit, SPAK në Shqipëri dhe autoriteteve të tjera evropiane janë lëshuar 118 urdhër arreste, ndërsa vetëm në këtë fazë janë marrë nën akuzë 52 persona, të dyshuar në lidhje me 3 organizata të fuqishme kriminale, italiane dhe shqiptare. Shumë nga të arrestuarit janë dënuar deri në 20 vite burg, ndërsa të tjerët janë kapur gjatë fazave të ndryshme të operacionit, përfshirë dhe aksionin në Belgjik. Operacioni Ura vlerësohet si një ndër goditjet më të mëdha të trafikut ndërkombëtar të drogës dhe strukturave kriminale të përbashkëta mes Shqipërisë dhe Italisë.